Të nderuar miq, përshëndetje dhe mirë se takohemi në një serial tjetër të podcastit të Forumit Shqiptar. Është një kënaqësi e veçantë që vazhdojmë me të rinjët tonë. Kemi sot dy të rinj, Agronin dhe Ilirin, që në një farë mënyre e kanë edhe në traditë familjare politiken. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në podcastin e Forumit Shqiptar. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Ju përgëzoj sparit edhe për podcastin e ri që sapo e hapet. Faleminderit që pranot jeni pjesë e jona. Faleminderit, është kënaqësi që të jemi pjesë e një podcasti, një ide inovative sa i përket një subjekti politik shqiptar në Maltezi. Ju keni mbaruar studimet në Podgoricë apo jo? Ju jeni jurist Jam student i drejtësisë. Po, pra ju jeni student i drejtësisë, pra jurist i arshëm. Po. Kurse Ilir ju keni mbaruar Turizmin. për turizëm. Çfarë ju shtyri që të studioni turizmin? Unë spari pikërisht e vendosa herë a do studioj këtu por në tjetër shtet, por e vendosa se do studioj pra në Maltezi, dhe duke i parë potencialet që i ka vetë shteti, po edhe vendi ku jetojmë, vendosa se turizmi, po në atë kohë nuk ishte as shumë se e kryen në atë drejtim, dhe vendosa. Ju keni qenë shumë vizionare, thatë shumë bukur se jo vetëm Malizi që është shtet turistik, por dhe Malësia ka potenciale të jashtëzakonshme, dhe ju vazhdoni që profesionin tuaj ta ushtroni në organizatën turistike, apo jo të komunës së Tuzit. Pikërisht, jam i punësuar që 3 vite, dhe aty po vazhdojmë sa po mundim të bëjmë një punë të mirë. Jeni duke bërë një punë të jashtëzakonshme, vetëm vazhdoni të afirmoni pozitat dhe jo vetëm por bukuritë që Malësia natyrisht Malizi ka. Pse zgjodhet Agron të studioni jurisprudencë, pra pse zgjodhet të jeni një jurist i arshëm? Po arsyeja pse kam vendosur që të studioj drejtësi nuk lidhet vetëm me vendimin e profesionit të së armës, por lidhet edhe me vlerat e cilat unë i respektoj. Unë mendoj që një shoqëri demokratike lidhet mbi bazat e drejtësisë, mbi bazat e garantimit të drejtave të çdo individit, dhe kështu duhet të jetë në çdo shtet demokratik. Drejtësia të jep në mundësi të shumta, në lami të shumta të jetës, dhe është një degë e cila kërkon një punë shumë të madhe. Sigurisht, dhe ofron mundësinë që të kontribosh në shoqëri. Ju të dy keni qenë pjesë e Akademisë Politike të Forumit Shqiptar. Pse e zgjodhët të jeni? Dhe a jeni të kënaqur me Akademinë Politike? Po sigurisht që aktiviteti i Akademisë Politike ishte jashtëzakonisht i suksesshëm, duke qenë se ishte akademia e parë politike një subjekti politik shqiptar në Maltezi. Kjo duhet meriton çdo lavdat, dhe është një gjë e re për të gjithë të rinjët këtu në Maltezi. Ishte një mundësi shumë e mirë që të njoftohemi me ligjërues të ndryshëm të lamive të ndryshme nga Shqipëria, Kosova, Malizi. Dhe me të vërtet ishte një eksperiencë shumë e mirë, si në përgatitjen për angazhim politik shoqëror, ashtu dhe për shkak të konektimit me të rinjët e tjerë shqiptar të Maltezit nga treva të ndryshme si Plava, Gucia, Ulqini e kështu me radhë. Për ju Ilir, çfarë përvojë ishte dhe a gabuat që ishit pjesë e Akademisë Politike? Po, pikërisht si shtalla Agroni, kjo ishte një mundësi shumë e mirë, domethënë që të tjerët më parë nuk e kam pas. Unë kam hyrë në politikë se nga viti 2019 si prekrahës. Ju përndryshe jeni edhe këshilltar, mos gaboj, Forumi Shqiptar në kuvendin e komunës së Tuzit, po. Dhe vendosa, edhe pse jam këshilltar, vendosa të vazhdoj dhe të marr pjesë në këtë akademi politike, e cila vërtet la përshtypje të mira dhe ide të mira për të rinjët, pra dhe ishte kënaqësi se isha në këtë akademi. Si e shihni ju politikën në përgjithësi dhe angazhimin e të rinjve? Ju për veti ju po e dëshmoni sepse jeni pjesë aktive, dhe apo jepet mundësi rinisë të jenë pjesë e vendimarrjeve në Malësi, ku do të shqiptarët në Maltezi? Ka, domethënë, mund të më shumë të ketë për të ri shansa, por është për siç ishte përpara, tani është shumë mirë, domethënë ka mësojnë prej këtyre gjeneratave që po kalojnë pra politikisht, dhe mendoj që tash kjo akademi ishte
diçka e mrekullueshme, që u bën përpara nuk kishte këso. Çfarë më së shumti ju ka lënë përshtypjen nga akademia politike, sepse ajo ka zgjatur natë ditë dhe keni qenë të rregull dhe keni qenë aktive. Po aty kishte figurat e njohtura pra që mund t'i mësi të kem kritika ndaj tyre dhe shumë, domethënë mohabet klirë me ta. Ishin figurat e mëdha aty si nën kryetar parlamentit, ish deputet, ish ministra, deputetet të kuvendeve si të Kosovës, të Shqipërisë, edhe nga Macedonia, ishte gazetarë të ndryshëm ishin si nga Kosova, Shqipëria, po ashtu edhe nga Mali i Zi, që ishin me më të mëdhenj gazetarë të rajonit, pra. Do të thonë ju jeni të kënaqur në përgjithësi me mësimin dhe me procesin e organizimin e akademisë politike. Po, shumë të kënaqur. Për ju Agron, çfarë kishit veçuar dhe si e mendoni ju angazhimin politik të rinjve, dhe shihni vetin pjesë politike aktive në të ardhmen? Po, sigurisht që kjo akademi politike ishte hapi i parë ku Forumi Shqiptar përmes krijimit të kësaj akademie politike tregon vizionin për të ardhmen e tij si subjekt politik, dhe tregon që investon tek të rinjët, dhe që beson të rinjve shqiptar që ata në më vonë të bëhen pjesë e vendimarrjeve dhe të jenë pjesë e politikës aktive. Sigurisht që akademia politike ishte një eksperiencë shumë e mirë, mua më së shumti më bëni përshtypje aktiviteti i të rinjve shqiptar, të cilët ishin shumë të informuar dhe të cilët ishin shumë të hapur për bashkëbisedim me ligjëruesit. Kjo më ka lënë jashtëzakonisht përshtypje edhe mua, jo vetëm, por edhe ligjëruesit. Jo vetëm nga Malizi, dhe unë kom marrë përgjigje, unë kom shkruar edhe në për grupe komunikim, jam jashtëzakonisht i kënaqur dhe i lumtur që kemi një rini si ju, një rini të hapur, një rini të shëndosh, të shkolluar, që nuk hezitoni të thoni mendimin ndryshe, se kjo e bën edhe shoqërinë shumë më të mirë. Mendimet ndryshe duhet të jenë gjithmonë edhe brenda familjes, e jo vetëm brenda subjektit, sepse ju në këtë mënyrë i ndihmoni vendimarrësit që të sillen vendime edhe më të mira dhe duhen të jenë të hapur. Si shihni situatën agropolitike tek shqiptarët në Maltezi e posaçërisht në Tuzë? Po vetë krijimi i kësaj akademisë politike vjen në një moment shumë të rëndësishëm ku Forumi Shqiptar si subjekt politik është në kulminacionin e forcës politike, por edhe një moment të rëndësishëm për Malin e Zi në përgjithësi si antar i jashtëm i Bashkimit Evropian, kështu që mendoj që ky moment është shumë i rëndësishëm për të gjithë Malin e Zi, si dhe për shqiptarët si faktor brenda shtetit. Sa i përket shqiptarëve në Maltezi, mendoj që është shumë e vlefshme integrimi i shqiptarëve nëpër institucione shtetërore, fuqizimi i fuqisë shqiptare brenda Maltezi. E gjitha kjo fal Forumi Shqiptar. Si mendoni për aspektin ekonomik, për zhvillimin ekonomik, si e shihni ju, si ri, dhe ndikoj që politika e Forumit Shqiptar të ndalë emigrimin e shqiptarëve si një nga plagët më të rënda të shqiptarëve kudo? Po sigurisht që situata ekonomike është përmirësuar në Maltezi, e gjitha kjo edhe falë gjatë Ministrisë së Ekonomisë, në krye të cilës ndodhet zoti Nik Xheloshaj, i cili ka bërë një punë shumë të madhe dhe ekonomia e Maltezi është në rritje gjithmonë. Shumë mirë. Për ju, Ilir, si e mendoni ju? Po flas për pushtetin aktual, se pari që pyetet, mendoj që është një pushtet si më parë në këtë vend nuk ishte, domethënë. Ka punë të mëdha që janë kryer këtu dhe janë duke u kryer për ditë, jo vetëm këtu, por si në Ulësin, si Plavë, Gusi, Rozhaje. Kudo që Forumi Shqiptar ka pas? Po. A mendoni se unifikimi i shqiptarëve është shumë i rëndësishëm për të vazhduar drejt fitoreve të radhës? Po, ajo është zënia kryesore, pra, se pas, domethënë deri në vitin 2019, që nuk kishte unifikim, nuk patëm kurrë. Në atë kohë pra u bashkuan 3 subjektet e mëdha shqiptare dhe
Fituam komunën e Plot në Tuzë, që nga viti 2019, se gjithçka domethënë se nga atëherë ka ndryshuar, 360 shkallë, dhe mendoj që duhet të mbahemi të bashkuar. Se disa ka nga opozita që i quajnë ndryshe këto, por mendoj që bashkimi është kryesorja. Për ju Agron, si e mendoni ju këtë si ri dhe si nesër, si një funksionar i jashtëm i politikës në Maltezi? Po sigurisht që unifikimi i shqiptarëve është një hap shumë i rëndësishëm drejt Pasi që jemi edhe pak për fatkeqen në Maltezi dhe kemi pasur shumë subjekte në fatkeq, kemi edhe sot shumë. Po sigurisht që unifikimi këtyre 2-3 partive ishte shumë i rëndësishëm për forumin shqiptar dhe shpresoj që edhe partitë e tjera politike shqiptare në Maltezi të jenë të hapura për koalicion me forumin shqiptar në mënyrë që faktori shqiptar të rritet sa më shumë në Maltezi dhe në mënyrë që të kemi një pozitë shumë më të mirë në të ardhmen. Cili kishte me qenë mesazhi i juve të përfundimtar për të rinjët dhe për politikën në përgjithësi? Ilir, po fillojmë nga ju. Për të rinjët, domethënë është të kthyer ata të cilët duan të hyjnë në politikë, mos të kthyerin interesin personal, por të kthyerin interesin e qytetarëve. Mesazh shumë i bukur, Agron. Sa i përket aktivizmit politik, mendoj që mesazhi duhet të jetë i qartë ndaj të rinjve që mos të kenë frikë që të merren me politikë, sepse sado që mundohen të ikin nga politika, kjo është e pamundur, sepse politika është gjithku, është në drejtësi, është në arsim, është në kulturë, në sport dhe në të gjitha sferat e jetës. Faleminderit për këto 2 mesazhe kaq të bukura nga të ju, që unë do t'i përmbyll me një fjali në fund, duke falendëruar ju që ishit pjesë e kësaj, pra 2 shtyllat që janë të përtranësishme, unifikimi, ndershmëria dhe natyrisht aktivizmi. Pra të largohemi nga komuniteti, por të jemi aktiv, sepse është përgjegjësia jona, se të mos juve të rinjve që të krijoni një të ardhme të sigurt për ju, për vendin tuaj, për gjeneratat e ardhshme dhe për kombin ton. Faleminderit që ishit mysafir i podcastit ton dhe ju dëshiroj gjitha të mirat. Të nderuar miq, shihemi në podcastin e radhës të forumit shqiptar. Faleminderit për vëmendjen tuaj.